PDK hynë në këto zgjedhje, por sikur kemi hyrë në zgjedhjet të kaluara me një qartësi të plotë se ne nga viti 2019 nuk jemi në qeveri. Jemi opozitë. Prandaj betejë e jon deri më tash dhe betejë e jon edhe në këtë fushatë zgjedhore duhet të jetë betejë për demokracinë, që ne ta ruajmë karakterin e këtij shteti, ndarjen e pushtetit. A shumë është i cënuar Hoxhaj? Po, se do të çfarë tha Zënia Osmani në intervistën e saj të fundit që e frekshme, sa e pranonte që qeveria ka shkel disa herë gjykatën kushtetuese. Unë mendoj që PDK-ja e ka bani betejë gjatë kësaj kohës, por kjo çka po ndodhi javët e fundit, këto 3 javët e fundit, është një kamban alarmi për PDK-n edhe për qytetarën e Kosovës rreth modelit qeverisë, rreth kulturës qeverisë dhe rreth kulturës së papërgjegjësisë politike e cila është instaluar në Kosovë në këto 6 vite të fundit, të cilës njerëzit duhet me dha fond me votën e tyre. Unë s'kam besuar që shoh dramat dhe dëgjoj prallat e tilla politike çfarë po dëgjoj kohëve të fundit.